Ku shkojnë të vdekurit? Është një pyetje që njerëzit e kanë. Duan të dinë, sepse kjo I shqetëson jashtëmase, ku vërtet shkojnë të vdekurit. Kur një person vdes, ku shkon ai? Në përputhje me predikuesin ose ekleziastion, që është në Bibël, kapitulli 9, versi 5 dhe versi 10 thot që të vdekurit shkojnë asgjë kundi në qoftë se nuk I ngren hopa, në qoftë se nuk I merr ti qosh në varr. Ekleziastiu, kapitulli 9, versi 5 thot, unë po e përkthej nga anglishtja se nuk e kam Biblën në shqip. Të gjallët e din se do vdesin, por të vdekurit s'din asgjë. Edhe ata nuk kanë as edhe një shpërblim, sepse e gjithë kujtesa e tyre harrohet. Kjo është versi 5. Kurse versi 10 thot, çfarëdo që dora jote ka mundësi ta bëj, tani që është gjallë, thot, je gjallë, bëhe, thot, sepse në varr kur të shkosh, thot, nuk ka as punë, nuk ka as plan, nuk ka as njohuri, nuk ka as mençuri. Interesante. Tani, nëse ne kemi ardhur nga fe të ndryshme, sidomos muslimanët, katolikët, ortodoksët mendojnë që kur personi vdes, shpirti I mbijeton dhe shkon në qiell te Perëndia. Por kjo është një gënjeshtër, e cila u dizajnua 6500 vjet përpara nga vet Satanai, kundërshtari I Perëndis, dhe djalli gënjeshtar, I cili mashtroi Evën, personin e parë. Ai I tha, nëse ti e prek pemën, ti do të bëhesh si Perëndia, ta dish të mirën dhe të keqen. Në qoftë se Eva do ta dinte që ajo vërtet duke e prishur ligjin e Perëndis do të plakej dhe do ta kthente çelësin nga përsosmëria në mos përsosmëri dhe gradualisht do të plakej, smurë dhe vdiste, ajo nuk ishte për ta bërë këtë, por ajo u mashtrua, thot Bibla. Edhe prej Evës dhe Adamit I cili bëri vetvrasje, sepse ishte I marrosur mbas Evës, ai e prishi ligjin e Perëndis gjithashtu. Prandaj për 6500 vjet ne plakemi, smuremi dhe vdesim. Edhe shpirti ynë, që është vetë gjaku ynë, vetë trupi ynë, që ka nevojë të ushqehet, që të mbijetoj, plaket, smuret dhe vdes. Edhe Bibla thot, shpirti që mëkaton do të vdes. Shpirti që mëkaton do të vdes, dhe ne gjithë jemi mëkatar. Prandaj plakemi, smuremi dhe vdesim. Është ndryshe shpirti nga fryma. Çfarë është fryma? Unë e kam shpjeguar këtë në një video tjetër, rreth 50 minuta, ndryshimin midis shpirtit dhe frymës. Edhe ringjallja ose ardhja e të dashurve tan mbrapa në jetë, në Bibël, kemi 9 shembuj. 9 shembuj në Bibël. Nuk është 1 ose 2 o 3, por janë 9. Edhe kjo do të ndodhi midis periudhës mbrapa Armagedonit dhe mbrapa Armagedonit është periudhë 1000 vjeçare, e cila është shpjeguar në librin e zbulesës ose Apokalipsi kapitulli 20, 6 herë përmendet 1000 vjeçari. Prandaj pa qenë dembel, mund të hapni, të shikoni, të analizoni. Edhe kjo periudhë serioze do t'i sjell mbi 29 miliard të vdekur mbrapa në jetë. Po jo të gjithë, do t'i jepet një mundësi tjetër që ata ta njohin vërtet Perëndin, edhe në provën finale që quhet prova e fundit, që ata që shkatërrohen provën finale nuk do të kenë ringjallje. Kjo është vetëm një herë ringjallje, nuk ka 2 herë ringjallje. Edhe kjo mund të jetë qesharake për shumë njerëz, sepse njerëzit sot janë kushtëzuar ose janë mësuar
për 6500 vjet, o ka lindje, smundje, plagje dhe vdekje. Lindje, smundje, plagje dhe vdekje. Lindje, smundje, plagje dhe vdekje. Edhe që ta ndryshojnë këtë koncept në përputhje me realitetin e asaj që thot Bibla, është tepër e vështirë. Është tepër e vështirë. Por analizimi biblik është shumë i rëndësishëm se ka të bëjë me jetë apo vdekje. Prandaj në Bibël janë 9, jo 1 ose 2, janë 9 ardhje në jetë që t'i bindi njerëzit çfarë mbretëria qiellore ose qeveria e qiellit do të bëj me Jezu Krishtin si mbret, do të bëj kur si do të veproj me të vdekurit, që t'i sjelli ata prap në jetë, japi prap frymën e jetës, që t'i sjelli prap me atë personalitet, me atë karakter, por me trup të shëndetshëm, edhe me të njëjtën memorie që ata kanë pasur para se të vdisnin. Por ky shembull u bë në tokë, domethënë të gjitha ringjalljet ndodhen në tokë. Një ringjallje ndodhi nga profet Elijah, ose Ilia. Edhe dy të tjerë ndodhen nga Eliseu, profet Eliseu. 3 ndodhen u bën nga vetë Krishti, kur ishte ai në tokë, 3 ringjallje. Domethënë kemi këtu deri tani, kemi 5. Krishti vet u ringjall. Ringjalli Jehovaj, Perëndia, babajti, atiti. Edhe ai qëndroi hëngri edhe piu me dishepujt e tij 40 ditë në tokë përpara se ikun në qiell. Kemi dhe 2 të tjera, që një ringjalli është nga apostoll Pietri dhe tjetri është nga apostoll Pavli. Domethënë 9 ringjallje morën u zhvilluan në tokë dhe Bibla flet 40 herë për ringjallin, ashtu siç e përmendëm, që të jetosh në tokë në përputhje me librin e Psalmit edhe shumë librave të tjerë si në librin e Mateut që e përmendëm, lutja e zotërisë e Jezuit që tha, ati dashur, lëre vullnetin tënd të bëhet si në qiell, po ashtu edhe në tokë. Kjo është përmendur 40 herë në shkrimet e shenjta. Tani, le të shikojmë librin e Psalmit, kapitulli 37, edhe ta përkthejmë nga anglishtja në shqip, si shembull, si evidencë që njerëzit ose të jetosh në tokë është përmendur 40 herë, vetëm një libër, vetëm Psalmi 37 është përmendur 4 herë. Kjo është evidencë. Ne flasim me evidenca, me fakte, nuk flasim çfarë na thot prifti, çfarë na thot hoxha e çfarë na thon njerëzit. Duhet ta shikojmë evidencën vetë në autoritetin ose librin që është i frymzuar nga vetë Perëndia, Biblën. Në Psalmin 37, le ta përkthejmë nga anglishtja në shqip, do të përpiqem të bëj më të mirën e mundshme. Psalmi 37 versi 9 thot: "Të ligjt do të shfarrosen nga toka." Do të shfarrosen nga toka, nuk ka të ligj, më vetëm të drejtë do të ketë. Do të jemi rrethuar me mirësi, jo me ligësi, si sot, vetëm ligësi. S'do të ekzistojë më ligësia. Por, thot, ata që shpresojnë tek Perëndia Jehova, Jehova do thot ai cili na shkaktoi ne të ekzistojmë. Për shembull, emri im Ilia do të thot Perëndia im është Jehovaj, edhe Jehova do të thot ai cili na shkaktoi ne të ekzistojmë. Emrat në të ardhmen, në të kaluarën, kanë një kuptim, janë vënë me kuptim. Por ata që shpresojnë tek Perëndia do të zotërojnë, thot, tokën. Domethënë, ju mund ta hapni Biblën vet tek Psalmi 37 versi 9. Ta shikoni evidencën vet. Edhe versi 11 thot: "Por të butët, thot, do të zotërojnë tokën." Edhe për sa kohë do ta zotërojnë? Ata do ta zotërojnë, ata do të gjejnë kënaqësi të pafund, thot, në paqe, në mënyrë të përjetshme. Edhe versi
Versi, 22 thot, ata që i bekohen nga Perëndia, thot, do të zotërojnë tokën, por ata që janë mallkuar nga ai, thot, do të shfarrosen një herë për gjithmonë. Do më thënë, i ligu nuk do të ekzistojë më. Edhe versi 29 thot, të drejtët do të zotërojnë tokën, dhe ata do të jetojnë për gjithmonë në të. Jo një ditë, 2 ditë, me miliarda, me triliona, me driliona vite. Të krahasosh për shembull jeta e njeriu sot është sa e gjatë. Sa e gjatë është jeta e njeriu sot? Me statistik është vetëm 2 miliard sekonda. Ne i ndigjojmë këta që thonë për miliarderët, ai është worth, ai është ka 200 miliard dollar. Jeta njeriu është vetëm 2 miliard sekonda. Jo dollar, 2 miliard sekonda. Do më thënë, aq e shkurtër është sot që nuk është reale. Jeta reale është jetosh për gjithmonë. 100 trilion vite jetë nuk janë të barabartë as edhe me një sekond në përputhje, ose as 1% në përputhje, më mirë ta themi, me jetën e përhershme. Prandaj, ku shkojnë të vdekurit? Nëse nuk i ngren hopa, ata shkojnë asgjëkundi.